koha ka me kalu, qeveria ka mu formu, gjithashtu edhe parlamenti. Po më interesan LDK-ja, ju si LDK, se e dim që jeni akuzu ju dhe partit opozitare tjera, që nuk keni ardhë me emra konkret, kur i ka kërku zoti Kurti, nuk ka pas asnjë emër konkret që dikush ka thonë për diken, sikur president konsensual, që kishte marrë në shprehje. A do të pranon ju si LDK ta votoni një president konsensual, ne kemi pa që edhe nuk po gjindet, apo do të preferoni një kandidat të LDK-s? Tani, kja puna presidentit konsensual u ezauru herën e kalume, sepse përmendim tonin është përdor vetëm me anashkalu Vjosa Osmanin. Po Zoja Osmani s'ka qenë edhe kandidate e juja, se deri në moment fundit ka qenë me zoti Kurti. Po, është të vërtet, po me neve s'ka bisedu për Zotin Osmanin se s'ka pas arsye, ka qenë zyre. Po është përmen konsensual edhe është përmen një familje që në Kosovë ka respektin e matë madhë, e cila ka thonë jo, faleminderit, na nuk kena për pozita publike. Edhe mandej është shku në emrin e 2, 3, 4, po LDK-s nuk i ka kërku emrin konkret. Për LDK-n ka bisedu për mbështetjen e mundshme të zotit Glauko Njufca si kandidati vetë vetë. Mi po hipotetikisht që të mos kemi Non-stop shumë ka thonë historik që edhe nëse kemi kërku vazhdojnë, emra. pranverë dhe nëse vazhdojnë edhe mrini, dakordim një marrëveshje, numrat nuk janë shumë optimist. Jo, numrat janë optimist. 80 fikse kemi. Nëse këtë do shta me dalë, nëse marrëveshja me LDK në kupton për emën që propozon LDK-ja, që pajtohet vetëvendosja, që propozon LDK-ja. Nga LDK-ja, po edhe jashtë LDK-s. Marrëveshja me LDK-n, ku vlasin Do thonë emër partia. Emrat LDK-s. 80 deputeti keni zoti Aziri. Unë e siguroj që kur hynë LDK në aranjmone, në marrëveshje, na dalim suksesshëm. As njerës këna dështu kërkojna. Nëse Kurti e pranon Vjosa Osmanin, gjithë do të avatonit nga LDK-ja? Nëse e pranon zotin Osmani, na këna nominu zonjën Osmani. Dakor. Nëse Kurti e pranon, zonja Osmani është. Nëse Kurti s'ka nevoj me paragjyku reagimin e zotit Kurti. Sepse ti e ki në qarshi edhe kolore flitet që si misioni pa mund shumë. Sepse zotit Kurti me pas dash, me 28 djetor, s'kish më shku në zgjedhje, që kishë zgjedh, votat e mjaftueshme ka pas me bo Vjosa Osmanin presidente. Nuk e akcepton kur Vjosa Osmani. Vjosa Osmani. Na këna mështet në kohën më të keqet LDK-s ja këna dhënë votat. Na nuk po flasmi, na këna vepru. Na ka dhënë 2021-shën, Vjosa Osmanit, 13 vota këna bo, edhe e këna siguru votën shtesë. Se kujtoj një deklaratë zotit Kujtim Shala, që tha 15 nënshkrime s'kanë qenë për Vjosa Osmanit. Për LDK-n kanë qenë. 53. 15 nënshkrime, na e këna këmbullu për LDK-n, kandidatin e LDK-s. Po në marrëveshje, ka mund me dalë kandidat edhe Vjosa Osmani. Ka mund me dalë, po si në ardhër të emni përveçëm. Te na i në konë të gatshëm